Dy motrat Berisha, Antonela dhe Mariela janë paraqitur ditën e djeshme në gjykatën e Tiranës, ku pritet të jepet vendimi përfundimtar ndaj tyre lidhur me ngjarjen e ndodhur gjatë verës së vitit 2024, kur Klea Prenga, 26 vjeçe, u plagos rënd pas një konflikti fizik. Ngjarja, e cila pati të rrequr vëmendje të gjerë publike dhe mediatike, ndodhi në muajin korrik të vitit të kaluar, kur mes vajzave shpërtheu një përplasje fizike që përfundoi me përdorim thune dhe pasoja të rënda për njërin prej tyre. Sipas burimeve zyrtare nga Prokuroria e Tiranës, është kërkuar një dënim me 3 vite burg për Mariela Berishën, e cila aktualisht ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Prokurori ka argumentuar se ajo ka pasur rol aktiv dhe të drejtë për drejtë në plagosjen e Klea Prengës, duke qenë se pala mbrojtëse ka kërkuar gjykim të shkurtuar në rast të shpalljes fajtore. Dënimi i saj mund të reduktohet në 2 vite burg, në përputhje me legjislacionin penal në fuqi. Për motrën tjetër, Antonela Berisha, prokuroria ka kërkuar 3 vite shërbim prove, një formë dënimi alternative që parashikon mbikëqyrje të dënuarit pa vuajtje direkte të burgut. Edhe në këtë rast, nëse pranohet gjykimi i shkurtuar, dënimi mund të ulet në 2 vite provë.